Ka nisur pelegrinazhi tradicional i 13 martave në kishën e Shëndot në Laç, një nga vendet më të rëndësishme të besimit katolik në vend. Që në orët e parë të mëngjesit, mijëra besimtarë janë drejtuar këtij objekti kulti, duke u bërë pjesë e rritë të përvitshëm fetar, me shpresën për të gjetur paqe dhe forcë shpirtërore. Pelegrinët të ardhur nga zonë ndryshme të Shqipërisë luten për shëndet, mirëqenie, harmoni dhe begatinë e familjes së tyre, ndërsa vizitën në këtë vend të shenjtë shoqërohen me rituale dhe traditë të trashëguara ndër vite. Me 13 martet njerëzit gjejnë pikën më kulminante që mund të falen dhe të kërkojnë ndihmën që Zoti më uprim mirë familjeve, si këtu më në territorin të Republikës së Shqipërisë, ashtu dhe jashtë në emigracion. Por duke e ditë se me kushtet që ndodhemi ne, e vetë me shpresë ndodhet vetëm te Zoti edhe te Shënoi. Pelegrinët vinë nga gjitha Republika, edhe nga Kosova, edhe nga Saranda. Por ne laçante kena pas si zakon gjithmonë që dalim mas dite, por duke pas punë dhe probleme, u detyrohet me ardh para dite. Pelegrinazhi janë zakonshëm me 13 martet, ku pelegrinazh nga tanë Shqipëria edhe nga diaspora mësojnë për këtë vend dhe gjejnë një qetësi të jashtëzakonshëm. Rastet janë të shumta, por njerëzit kanë ardhur të smur, kanë ardhur të verbër pas sy dhe kanë shkuar me sy, kanë ardhur në shtratin e vdekjes dhe kanë ecë në kamp. Duhet thënë që me Zotin, kush i lutet Zotit, askush nuk kthehet duar bosh. 13 martet është në Nyt. Kisha në Nyt është një ndër kishat më të famshëm në kuptimin e bamirësisë. Jo vetëm në Shqipërisë, por edhe në ka pas fakte që ka shru njerëz. Pa ne besimi i popullit te kjo kishë rritet ditë për ditë. Ka ba shumë gjëra të mira, ka shlosh njerëz, edhe kisha më mrekullueshme që është në shtëpi. Po ata vinë pa folin, s'kanë folin, vinë s'mon, edhe këto gjajnë shrim të kisha në Nyt. Unë jam mbërtitore. Kisha Laçit lumaj si merr pjesë në këtë vend shenjtë, se tanat merat na i sell për fëmijët, për marrësi në shtëpi, për shnet, për çdo gjë. Me një jetë, inshallah ma plotësoni ma i Zotit Jezu Krishti. E shenjti ishte në jam drejtua. Për shnetin e fëmijëve të rollëve të tanëve. Bashkimin me kalamajt e qështë. Ky pelegrinazh zhvillohet çdo të martë për 13 javë radhëzin dhe do përmbyllet me 13 qershor, datë që shënon dhe kulmin e këtij aktiviteti të rëndësishëm fetar.